Situata në Shqipëri karakterizohet nga temperaturat më të larta të motit, por dhe kriza më e thellë politike e cila po përpin çdo ditë e më shumë jetën e vendit. Protesta rinore qytetare vazhdon me një heroizëm epik. Mira e mira, të ri, të reja, qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Bën pluhur të gjitha përpjekjet e Edi Ramës për të dëmtuar, për të ndaluar, për të bllokuar protestën rinore qytetare më madhështore të 35 viteve të fundit. As temperaturat më të larta, as terroret policeske më të egra, as kërcënimet e pafundme nuk mposhtën dot qëndresën në kushtet jashtëzakonshme, do të thosha, të qytetarëve shqiptar kundër Edi Ramës. Çdo orë, çdo ditë që kalon, fakton se Edi Rama nuk ka të ardhme. Por, më shumë se kushdo tjetër këtë fakton vetë Edi Rama, i cili i ndryrë në bunkerin e tij ka zgjedhë të mbaj fjalime, llafologjira të cilat në shumë aspekte ju ngjajnë atyre që mbante diktatori dikur, apo që mbajnë diktatorët e sotëm në Amerikën Latine. Narkodiktatori shqiptar në të gjitha fjalimet e tij dëshmon dhe fakton të merrin që i ka kallë në shpirt protesta e fuqishme qytetare. Rikujtoni pak ato fjalime. Në asnjërin prej tyre nuk ekziston qytetari. Në asnjërin prej tyre nuk ekziston Shqipëria. Në asnjërin prej tyre nuk ekzistojnë problemet madhore të këtij vendi. Në të gjitha pa përjashtim ekziston vetëm përpjekja si të mbaj pushtetin, si të mbaj në kontroll partinë e krimit.